çka ka ndodhur me Do të të shoh me dyshim. Nëse unë nuk e bëre. Unë do të të shoh me dyshim. Mirë, se është pak skeptike, është këndvështrimi i Feliksit është skeptik. Transmeton gjithë Unë jam gjë ose skeptik ke në shpër këtë flokët, ti je bërë ti zero dhe unë mos të them asnjë gjë, tregon që është mungesë vëmendje. Është ndryshim ekstrem, ndryshimet ekstreme është tjetër gjë. Joja ime ishte në kuptimin që për të arritur për të bërë Nuk ja vlen të bësh E shef. para që s'm ka ndodhur asgjë. E para që s'm ka ndodhur tash nga qefja nga halli, po ma ka bërë komplimentin. E pra, kështu që po jo, po të, do të thënë është një situatë ekstreme të bësh shef. Të shoh diku ty me xixa. Me këto getat me pika. Vdes fare. Pse e mbulon këmbët, më thot, pse e mbulon dekoltene, po dale se s'mund të shkojnë në media si pornostar, se është normale. Jo, gjërat e bukura nxirri sa janë akoma, e po çdo gjë më mosh pastaj. Jo, po ai përpon që ti ti nxjerrësh. Ai është domethënë këmbët dekolteni. Le ti tregosh. Është shumë ekstrem në ekstravaгаncën e luksit tim. Më beso. Është i sigurt te vetja, s'ka problema. Unë që i përdor të gjitha llojet e veshjeve. Ai që ka tipi im. Unë i përdor të gjitha llojet e veshjeve. Mbulohem komplet, më pëlqejnë shumë fustanet e gjata fundet në verë, sidomos këto me flutra, i pëlqejnë shumë. Por më pëlqejnë edhe gjërat e shkurtra, më pëlqejnë gjërat ekstravagante, pa kalun vulgaritet, kujdes këtu. Kështu që por ai është i tmerrshëm, ndoshta është dhe kultura atje, sepse atje nuk ka mosh. Nuk ka njëri të ri dhe njëri të vjetër, se pjala plak kam frikë nga të. Atje nuk i edukojnë me fjalën djali lahet me i kokë me ujë. Atje nuk i edukojnë kështu. Se kishe dëgjuar ti? Kam dëgjuar. Edhe me i kokë me ujë. Është horror. Morali i një mashkulli në Shqipëri është reduktuar se lahet mbi de. Po gruaja ç'a të bëj? Ora më shtrojm pyetjen, pse është për shembull, do t'jap një shembull që unë kam disa vite që e dëgjoj shumë shpesh. Në brezat e ri, 17, 18, 19, dëgjoj, kur kalojnë rrugëve këto, virgjëria është rikthyer bazë solide. Po, e frikshme. Dhe gjithmonë është kthyer shumë virgjëria. Dhe unë vë një status sa herë që fillojnë vinë refugjatët, se emigrantët kanë status tjetër. I uroj obstetëve sezon të mbar. Rikthimi i kësaj gjëje është të mëshme pastaj. Kjo do të thonë është e paperceptueshme. Kjo është katastrofë. Sepse kjo vërtet do të çojë pastaj në martesa fake. Jo, unë shtoj një pyetje tjetër. Këta meshkuj që e kërkojnë këtë gjë, me kë shkojnë? Me veten apo me meshkuj tjetër? Jo, po ky mashkulli që merr një femër që nuk është e virgjër dhe ka punuar kirurgjia estetike plastike, ky është një kokër gomare. Po, ashtu ka plot, ashtu ka sa të duash. Sa duash? E di shkënda. Kjo është gjë, moraliteti më i madh që mund të ndodhi në një çift. Është që të mbulosh, të hiqesh e virgjësh kurse, sepse të krijosh familjen me një gënjeshtër dhe me një imoralitet që në start është për mua është totalisht e papreceptueshme. Dhe pastaj thonë se kanë filluar me ira dajrës. Po ja pra di janë pasoja që jemi këtu ku jemi, pra që është familja në këtë gjë. Okej, nuk e përqafoj kur partnerin pa hedhur parfumin tim të preferuar. Po apo jo. Pra ai duhet të ketë hedhur parfumin që ja preferon ti ose ajo? Unë përqafimet, jo, sepse më pëlqen shumë parfumi jam shumë të rriqur nga parfumi mashkullor. Nuk e përqafon jo? Dhe parfumet ja zgjedh unë, kryesisht, ndershmërisht. E ka ndru parfumet... Që ti kuptojmë jo të Silva. Ai nuk ka asnjë parfum që t'ja pëlqen Silva. Mashkulli im duhet vërë një parfum që më pëlqen mua, sikurse edhe unë duhet kemi parfum. Do me thënë edhe para se të flër duhet vërë parfum që ta përqafon? Jo, në këtë pikë jo. Pra e përqafon. Dhe përqafimi më i bukur për mua është përqafimi në mëngjes. E përqafon, edhe pa parfum. Ti aty e merr atë sinergjin e lidhjes, që je pa tualet, pa make-up, me flokët lartë, unë i kam bishtalec. Po, ndonjëherë kur është shumë ftohtë në Amsterdam jam me pijama, jo me këmishnate, që nuk ofron shumë intimitet, shumë ngacmim, le të themi, por është një përqafim dashurie. Pra është shoku i jetës, që ti e do në çdo lloj forma. Nuk është një përqafim intimiteti, i një pasioni seksual, jo. Është një përqafim i njeriut që ti do. Dhe kjo është gjë më e bukur. Dhe natyrisht mëngjes unë nuk kam parfum. Dikur flesh në gjë. Ke parfumin tënd, aroma e trupit tënd. Më beso, edhe çarçafi këtu bën gjithmonë erën e parfumit tim, se unë vdes për parfumet intensiv. Domethënë ku janë parfumet më të forta, kudo që udhtoj unë ato dua. Edhe nuk ka parfum pasaj mëngjesi. Jo, Elvana, nuk ka rëndësi.
Ke çfarë do parfumi doj? Mjafton të jetë i larë, domethënë. Jo me kokën. Se ajo e mëngjesit është pak llatar, duhet të jetë. Qafimin e dua. Ato të lutem, mos ta egzagjerojmë, domethënë që me qenë se jemi burrë grua tani, pa lar dhëmbët edhe. Jo, po, ne po flasim për përqafim. Është Të bukur. thash, unë me parfum pa parfum e përqafoj. Përposa saj Që nga është mirë në kujdesit të darkë, me higjienës. ç'kuptoj. Silva. Po pse mund të përqafosh mes detit dhe të puthesh. Po këtë thash je i lagur dhe Silva, me krip o ka gjë më Silva, të bukur. nuk thash me parfum. Mes detit e ndryshove situatën. Kur ti do tani. dhe si do. Shkënda. E thashun nuk është problem. S'është problem, pra ajo ishte Njeriu joja, që don, që nuk ka problem. Qartë, pa Që ke kohë me të normalisht i ndjen erën e parfumit Unë që ka nënvizoj këtë personi, s'ka punë me nevojë higjienën se me njerë bëhemi shumë bajat, me qënë se jemi me i shpi lë show, edhe pastaj themi po pse mu shpif mua ky njeriu. Pra njeriu gjithmonë duhet të jetë pak i kujdesshëm për këto. Në këtë sens ishte ajo. Problemi është që unë nuk përqafoj parfumin, përqafoj partnerin tim. Personin. Kërësh pra ndjesin. Aty po themi të tërë, nuk e di pse. Është çështje vëmendje pra, edhe çështjen e aromës, është çështje vëmendje Felix, edhe kujdesi për tjetrin. Tjetër, kur kalon në rrugëve se si e ndjen. Nuk jo s'ka lidhje fare, për ne po thosha presh. Ideja është të Blej kujdeset. gjithmonë gjëra të reja për të veshur është një formë për ta ndezur pasionin. Këto pyetje sikur s'më përshtaten mua se s'kam një partner Unë në e kam shtëpi. kështu në fakt. Tani, po pra, Jo, e kam kështu. Okej, një gjysmë po e kemi nga Gjëra të Silva. reja, unë jam shopomane, blej dhe knaqem. Po jo për knaq veten. partnerin. Jo për partnerin. Po, Natyrisht, pyetja ishte për gjërat që ati partnerin. pëlqejnë, unë ja di. Jo, për të ndezur pasionin, Për të ideja ndezur është- pasionin, bëhet çik interesant njeriu. Po, 100%. Po 100%. Vetëm bjakerin intime. Jo. Edhe gjëra seksi. Këto i blej Unë gjithmonë. preferoj që të Personalisht, dukem po. bukur zhveshur, jo veshur, Jo, kështu unë i që bravo. mbaj trupin më mirë se sa rrobat e reja. Dgjoj, Silva tani se të sfidoj me këtë. Veshja do dalësh. Tash çat shoh unë ke veshja kur bashortja ime është 60, 90, 60. Tash ka dhe një arsye. Të lutem, Ka dhe një arsye pse industria. Çat shoh. Pse industria Unë kam bjakërisë 35, po pse duhet këtë intimo? Është gjë e bukur. Është një shprehje. Kur është 60, 90, 60. Po ti 60, Kam 35 vjet që fotografoj femra, nga nudo deri në portrete. Amin, tash burim nuk është fotograf, është Ti nuk kërkon centimetrat. Jo, Ajo tani çfarë- të lutem, ajo- mos pra, bëhem nga kaq lidhje. Ajo çfarë mua është për mua çdo gjë fillon kur partnerët kanë kontaktin vizual me sy. Aty fillon gjithçka. Pastaj vish çfarë të duash, nëse nuk e ke atë Atë kontakt. tash ka Shumë e studiuar vërtet. seksolog, ginekolog. Dhe kontakti me sy është ai partner shoku i jetës, Loja e shoqja e partnerëve jetës. është shumë e rëndësishme në cilësinë, kualitetin e intimitetit. Loja është truri, Edhe mbaroj. por nuk është veshje. Jo, vetëm truri. Truri Po është truri esencial. kush e bën lojën? Truri A ja është bën esencial. edhe veshja? Po të Jo. kesh një Jo, blankëri okay, seksi të bukur, është një gjë gjithmonë. Jo. Ne vishemi Pastaj bukur për veten, nuk veshjen e vishemi. kanalizoi Silva tek intimiteti, po Janë veshja është dhe në tipa përditshmëri, pra sa Janë kujdesesh, është për të sa kujdesesh egzaltuar ti për veten karakterin tënde, edhe personalitetin, sa e mban ti patjetër. veten.